Irani ka ndërmarrë prej ditësh sulme kibernetike ndaj Shqipërisë me synimin për bllokuar aksesin dhe aktivitetin e opozitës iraniane që ndodhet në Manz. Siç mësohet, këto sulme nuk kanë pasur intensitetin e atyre të vitit 2022, kur haker iranian arritën të përvetësonin një pjesë të madhe të dhënave të qytetarëve shqiptar, të cilat më pas u publikuan në rrjet. Ndërkaq, këto sulme janë përballuar nga sistemi mbrojtës kibernetik të cilin Shqipëria e ka marrë prej vitesh nga Izraeli. Opozita iraniane në Shqipëri nuk ka qenë shumë aktive kohët e fundit në zhvillimin e një lufte politike të hapur, pavarësisht protestave të vazhdueshme në Iran. Kjo sepse Tirana zyrtare u ka kërkuar atyre të mos përfshihen në aktivitete diversive, pasi një gjë e tillë do ta implikonte drejt për drejt Shqipërinë dhe do ta ekspozonte vendin ndaj një përgjigjeje të ashpër nga regjimi i ajatollahëve. Ndërkohë, shërbimet sekrete partnere kanë dhënë prej kohësh alarmin se në Shqipëri ekziston një rrjet i rëndësishëm spionazhi iranian, i cili ka si objektiv kryesor përgjimin dhe monitorimin e aktivitetit të mujahedinëve të Manzës. Regjimi iranian i friksohet më shumë kësaj opozite, edhe pse ajo është relativisht e vogël dhe prej vitesh në ekzil. Kjo sepse opozita e drejtuar nga Mariam Rajavi përfaqëson pikërisht të kundërtën e regjimit ajatollahëve dhe është kundërshtare e fortë edhe e rikthimit të fronit nga dinastia Pahlavi. Dinastia Pahlavi po mbështetet fort nga Izraeli, i cili në të njëjtën kohë ka mbajtur të izoluar opozitën e mujahedinëve. Kjo opozitë përfaqëson një spektër të gjerë politik dhe etnik të Iranit, duke përfshirë të gjitha kombësitë dhe pakicat që e përbëjnë vendin. Kurdët dhe azerët janë një komponent i rëndësishëm i saj, krahas drejtuesve me kombësi perse. Mujahedinët kërkojnë krijimin e një regjimi republikan, me zgjedhje të përgjithshme dhe me një shtet të drejtuar jo nga një regjim klerikal, por nga institucione laike. Mariam Rajavi ka paraqitur një plan me 10 pika, ku kërkon ndërtimin e një demokracie universale, respektimin e të drejtave të njerëzit, veçanërisht të grave, si dhe një përfaqësim proporcional të kombësive dhe pakicave të tjera. Rajavi kërkon një shtet plotësisht laik dhe respektimin e të gjitha besimeve fetare, të cilat aktualisht mbahen nën frikë nga regjimi klerikal. Megjithatë, mësohet se si administrata Trump, ashtu edhe Izraeli, e kanë mbajtur larg këtë opozitë laike, duke promovuar djalin e ish mbretit Reza Pahlavi, i cili urrejt nga një pjesë e madhe e popullit iranian, pa Aysa Ali Khamenei. Mujahedinët e Manzës kanë mbajtur gjithmonë shpresa tek Donald Trump dhe republikanët për një qëndrim më të ashpër ndaj regjimit iranian. Përmbajtja e tyre jashtë planifikimeve dhe negociatave që po zhvillohen për të ardhmen e Iranit i ka shqetësuar thellë. Ata kanë frikë se sërish do të lihen jashtë vendimarrjes mbi të ardhmen e vendit, donse kanë qenë ndër aktorët më të rëndësishëm në ndihmën ndaj SBA-s për njohjen e realitetit iranian. Mujahedinët kanë luajtur rol kyç, veçanërisht në zbulimin e arsenalit bërthamor të Iranit dhe të zonave të zhvillimit të tij, të cilat u bombarduan nga SBA gjatë luftës 13 ditorit të Izraelit disa muaj më parë.